Enti shtetori statistikës sot ka publikuar të dhëna, me çka bëjnë të ditur se inflacioni është ulur, ndërsa indeksi i shpenzimeve të jetesës në janar të vitit 2026 në krahasim me janarin e vitit të 2025 ka shënuar rritje prej 3.2%. Inflacioni i matur përmes indeksit të shpenzimeve të jetesës në janar të vitit të 2026 në krahasim me dhjetorin e vitit 2026 arrin 0.7%. Nga atje sqarojnë se çmimet me pakicë në janar të këtij viti, në krahasim me dhjetorin e vitit të kaluar, janë ulur për 2.7%, ndërsa në krahasim me janarin e vitit të kaluar për 1.2%. Ulja e inflacionit në janar të vitit 2026 në krahasim me dhjetorin e vitit 2025 është rezultati i uljes së shpenzimeve të jetesës në grupet në vijim. Transport për 9.3%, informata dhe komunikime për 1.6%, rekreacion, sport dhe kultur për 1.5%, veshmbathje dhe atlete për 1.2%, kujdes personal, mbrojtje sociale dhe mallra dhe shërbime të ndryshme për 0.5%. Në janar të vitit të 2026, në krahasim me dhjetorin e vitit të 2025, rritja e shpenzimeve për jetë është shënuar te grupet mobilje, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje e rregullt e anviserive, banim, ujë, energji elektrike, gaze dhe karburante tjera për 1%. Restorante dhe shërbime për banim për 0.7%, shërbime për arsim, pije alkoholike, duhan dhe narkotike për 0.1%, shpenzimet e jetesës në grupet e sigurim dhe shërbime financiare, mbrojtje shëndetësore dhe ushqim dhe pije jo alkoholike mbesin në nivelin të njëjtë si në muajin paraprak.